nuk ndrojnë gjanat për me njerë. Por edhe qytetarë kanë fillu me kuptu që këta ndërtojnë filmat të tillë, sepse jo Sami Lushtaku, po kushdo që të shtenë në burg nëse ka bo diçka e cila është ilegale ose dëmshme për venin. Ke qenë në qeveri, e ke pas parlamentin, qeverin, çdo institucion të kapun, e pak para zgjedhjeve kur përmend emra, të cilët vazhdojnë me qenë kundërshtar të mi politik, i bjen që janë filma dhe janë lojë. Pse nuk je marrë me këtë punë? Atë kanal me ndërtu stadionina? Atë ka ndalë lufta në Rusi me hek dhejon aty në rrugë në autostradë? Përbes nuk ka dhe Serbia me të nalë ty me hek dhejon. E që kjo është substanca për mu ose thelbi ku e kena na problemet. Por moment kur ti nuk jenë gjendje me hek një 10-3 vjetë, dhe pastaj për shkak të papastërtisë, mirëmbajtjes dhe shumë rrethanave tjera, po kemi edhe aksidente fatale për fat keq, edhe pastaj ti krijon armiq. Edhe e zhvendos vëmendjen atje ose si e bënën 2 ditë para zgjedhjeve që arrestuan kryetarin e Mitrovicës Veriut, duket e arrestuan, apo çfarë bënë një që ishte tipik skandali i regji filmash. Këto gjëra janë që na duhet m'ia tregu qytetarëve çdo ditë. Jo vetëm në emision, po për çdo ditë me i përsërit. Unë problemin me ta e kam thelbësor në punë, në zhvillim. Nuk janë duke punu, nuk kanë punu, nuk e meritojnë me udhëheq një vend, sepse nuk kanë ditë me udhëheq. Unë nuk shkoj me dhonjë, po jeni me... Janë akuzuar se ka për këto 5-6 vjetë i kanë pas në përduar më shumë se 20 miliard euro. Por që nuk është parë asë një projekt madhor, derisa kur bëhet krahasim me qeveritë e kalura që kanë pas buxhet shumë më të vogël, shihen veprat që kanë mbetur, pavarësisht se mund të jenë kritikuar. E vërtet, tash prap me qenë fersone, prap nuk du me qenë manipulanci ata. Pre atyre 20 miliardëve, një pjesë e madhe shkon në rroga, shkon në gjana që janë të konkretizume se si shpenzohen, por prap mesin disa miliard euro, edhe kjo është e dhënë prap publike, mundet me e pa qytetari, se sa miliard euro ka pas investime kapitale. Po ato nuk shifen. Nuk shifen sepse kanë bo investime për me ndreq një rrugë me një vend që mujnë mi marrë do vota. Kanë bo një projekt ku mujnë me bo diçka naj spektakël, si ai rasti që kanë lupç me atë vadën që gjanat të tilla. E domthon 9 milion euro, një diçka që unë tash do të ne me marrë me ulumtu, pse ka kushtu 9 milion euro ai projekt mas pari? Pse s'po ka ujë ai projekt mas i ka kushtu 9 milion euro? A është ai uji kontaminum, se sa i pyeta disa fshatar aty në ato derdhen shumë ujra... Zeza? Po jo ujra zeza, ujra ku ka kemikalje, papastërti, gjana tilla që ndoshta nuk bën fare mu përdor ai ujë për patatet që është u përdor. Gjanat janë shumë të thella, edhe plus janë të folë për 9 milion euro për një diçka që në bazë të shumë inxhinierëve të ndërtimit, ose kompanive të ndërtimit, nuk e ka atë vlerë. Edhe qindra projekte kemi të tilla, nuk është veçaj. Edhe herdo kurdo këto kanë mu hulumtu, herdo kurdo këto gjana kanë mu marrë vesh. Pse po shpenzohen kaq shumë, ose kjo që është tash për sanimin e disa probleme në autostrada, ose është 4 miliona, po? 4.6 milion. Kjo është modë shere pëse zoti Rama nisi përplasjen me drejtues televizit. Me ditë pse 4.6 milion. Pse 4.6 milion sanimi i 2-3, sa e pash ministrin tha 3 problemeve. Përbis 4.6 milion euro janë sasi e madhe e pare për mi sanu 3 probleme. Edhe mas 3 vjetëve, që është ma e keqja. Fakt, dikush nuk do t'i qanë të këto para. Kërkonte sa më shpejt vetëm të pastrohet rruga dhe të mos... Po, e vërtet, po edhe jeta njerëzve më që shtup nuk thejet me 4.6 milion, as për 400 milion euro. Kështu që kemi probleme të thella, për cilat unë vërtet jam mundu gjatë kësaj kohe me ngrizanin, duke u mundu maksimalisht mos me ofendu kërkan, mos me linçu, mos me përdor, si me thonë, populizëm e demagogji. Po vërtet është e vështirë kjo politikë kur e ki përballë një demagog as të fuqishëm. Me qenë se pra përfundimisht ju do t'jeni deputet i Kuvendit të Kosovës, gjithmonë nëse bëhet konstituimi i Kuvendit dhe më pastaj zgjidhen edhe institucionet e reja, siç është qeveria dhe më kryesorja presidenti ose presidentja. Dhe sa diku ju në këtë legjislaturë që do të vjen, çfarë do të bëni? Me çfarë do të merrni? Unë thelbësisht do të merrem ose do të tentoj të merrem me ato që unë di me i bo, që është
transformimi digital, inxhinieria, teknologjia. Jam shkollu, kam punu 20 vite në atë industri, po me gjithë ato tash jam edhe politikanë, nësë kom qare pa e kom marrë besimin tash 27.000 qytetarë që me u marrë edhe me pjesë tjera të politikës, po do të tentoj që pjesën më të madhe të kohës të flas, të kritikoj, të kontriboj për temat që unë i di, që jam eduku, jam arsimu. Në anën tjetër, atë sa më i me ndihmu qytetarin, shtetin, normal edhe partinë që në përfaqësoj LDK-n, në temat jashtësojnë jam i gatshëm, dhe stu me unal, do të flasë parlamentat sa kam mundësin të flasë, sepse aty normal është një farë rregullore. Tash kemi një proces që personalisht po shpresoj që liderët e partive politike do t'ulen edhe do t'a gjejnë një zgjidhje, edhe mendoj që duhet, mendoj që kanë... Që konceptoni zgjidhjen jo? Si është? Dëgja, Parlamenti i Kosovës i ka 120 deputet. Nuk mund të